Çështjen e energjisë, qoftë indirekt në çështjen e tregut të energjisë. A keni të bëni me njerëz të tillë, të cilët dhe a i keni favorizuar njerëzit të tillë në zonja Nagafci? Në fakt, sikurse sapo e përmenda, pat vetëm përmendje të emrave të veçantë, pa asnjë argument, pa asnjë spoku as pretendim serioz që ja vlen me u diskutu. Po përkundër kësaj, ministra Izanolli e ka demantuar çdo fjalë të thënë aty, dhe për më shumë, ashtu si që përmendi edhe ministra Rizvanolli në seancë, e ashtu si që e konfirmaj edhe unë këtu para jush, por edhe para qytetarëve, askush nga qeveria e as nga lëvizja nuk ka lidhje me asnjë prej tenderave ose aferave ose çfarëdo që flitej aty për favorizim apo për çështje të ngjashme. Dhe me përgjegjësi të plotë,